Paloka? Spari, Flavio, se ti e di që analizat bëhet pas fakteve. Ka dhe gjë këtë natë se Lugati që shëtit natën mund këtë prodhu në i lajnë të rritashi, ndërkohë që ne flasim për çka ndodhur dje. Jo, në fakt, ka filluar të merret me integrimin evropian prap, edhe pse ju dojgjë edhe ai premtim. Jo, e le pa gjumë me bardha, kur ai gjithmonë periudha stresante e shton dozën, edhe to janë pasojat, që e shet pastaj kontrollon kazanët e plerave më 3 mëngjesit, zyrat e plerave më 4 mëngjesit, kështu që do t'i shohim këto skenat vazhdimisht me këtë, po puna është mos ka prodhu në i lajmë edhe se dim. Me gjë dhe flatim mbi ato që dim. Që unë do t'a kthej pak në kohë, do t'i japë sa merita vete si gjithmonë. Është diskutuar gjithmonë Veliaj pasardhësi i Ramës, po e përgatit Rama, Veliaj nga njerë më i fortë se Rama, Veliaj e tjera. Gjithmonë, unë kam thënë, Veliaj është vetëm një appendix i Ramës, që i bie që është gjëja më e qelbur e asaj gjës madhe të qelbur, që është Rama. Unë paktën kur nuk e kam menduar që Veliaj mund të rrezikonte në një formë Ramën, pavarësisht lidhjeve që ka. Dhe ajo që ndodhi dje mbrëm gjatë ditës, gjatë natës, është thjesht vërtetim i kësaj që unë kam thënë. Veliaj ç'a bëri? Veliaj hodhi një provokim. Provokoi Ramën dje, i hodhi dorashkën. I tha, më shkarko. Sepse, si tha dhe Briseda, të vetmen mundësi ligjore që ka Rama ndaj tij është ta shkarkoj si kryetar bashkie. Dhe sot i ka të gjitha argumentat, madje nuk do t'i thot do të askush asgjë as nga ana ligjore, as nga ana morale, për aq sa kanë moral ta, nëse do të shkarkonte Velin. Rama nuk e shkarkon Velin. Ndërkohë ndodh gjithë kjo aventura xhallo, roze, përzjer me koloritin e ngjyrave të ylberit, siç ndodh zakonisht në bashki, që ky që është burg, tash për një moment u rebelua, thojza, reagoi, provokoi Ramën, i tha më shkarko, Rama nuk guxoi ta shkarkoj se janë të dy frikasak, janë të dy e njëjta racë, prandaj janë zgjedhur nga Sorosi të dy. I zgjedh njësoj, pa bosh, pa integritet, e tjera, mos i përsërisë një herë. Të dy janë njësoj. Ky i tha Ramës më shkarko, Rama sigurisht nuk ka frikë ta shkarkoj, ka frikë ta çojë gjën në ekstrem. Ndërkohë ky burgut e ka marrë vesh më në fund, besoj e ka ditë gjatë që në fillim, edhe po t'jeti trash që ai që ka burgosur është Rama, dhe gjitha këto tash i vërtitet në këtë sferën e të riq e lësho për të mbajtur njëri tjetrit. Ajo unë bëra dhe një status dje për këtë, ajo që ndodhi praktikisht dje ishte kjo, pra dhe njëherë pa e zgjatur, Veliaj provokoi, ton të tregonte edhe që pa mua ti nuk bën dot gjë, Rama i shpërngoi dhëmbët, e kërcnoi, i tha unë edhe të shkarkoj, po të shoj dhe në spak, shtoj dhe akuzat, se kjo fakt është marrëdhënia e Ramës me të gjithë ata që ka çuar në qeli, edhe këtë e kam thënë dhe stërthëm. Marrëdhënia e Ramës me ata që ka çuar në qeli, kjo është. Mbyllni gojën, bëni 6 muaj, 1 vit burg, mos flisni për mua, mos tregoni gjë, dhe mbas një viti me mua në krah do dilni prap, do gëzoni ato miliona e tjera. Të i tha dhe dje Velis. I tha që do, të shtoj akuzat, që i ka dhe shumë, kjo e telefonit ishte sa për ta lajmëruar që të dëgjose ndodhe dhe ky fenomen, se janë inceneratorët e 5B. Aty Veliaj. Kto që dhe tani po i mban kurriza Alçibllako të gjitha. Patjetër. Dikush do t'i mbajnë krah, se Rama në fakt, kur t'i marri, do t'i marri gjitha me jerë. Qa po shpërndan të shike këta zojsh të vetë. E kuptoj. Po, ky është pra, e kërcnoi Velini, tha të del më keq ty, se sa mua. Po folë dhe po reagove. Megjithatë, në këtë kontekst, si zot shke vogël që është, por këta arsjetime bëjnë nëse marrin aty në qeli.